Turpenit Shabani Fëlliq, këngëtarin e njohur, ajo i mori pasurinë burrit me mashtrim. Çfarë bëri pastaj? Avokatja e Enit Shabani, përfaqësuese ligjore ish bashortit të këngëtares së njohur Violeta Kuka, i ka thënë se kjo e fundit i ka marrë pasurinë ish burrit me mashtrim. Teksa ajo tha, jam përfaqësuese ligjore familjes Ratkoçeri, unë jam me bashortin e përfaqësuese nënës së tij, nëna e bashortit dhe zotëria në fjalë ka dalë nga banesa. Nuk gëzojnë më asnjë pasuri, se në momente shumë të vështira të kalimit të një sëmundje mendore të bashortit të zonjës i është marrë tërë pasuria, sigurisht në mashtrim, dhe ai zotëri po lufton pikërisht për rimarrjen e kësaj pasurie. Shabani tha se gjyqi pritet të vazhdojë, por ajo nuk ka thënë se Kuka e ka çuar në spital ish bashortin, nuk ka fituar asgjë. Gjyqi që ka fituar ka qenë një gjyq penal, ku zonja ka shkuar të denoncoj bashortin i cili kërkonte asaj një ribashkim familjar. I thoshta do të bashkohemi, sepse është edhe në efektin e një sëmundje të rëndë. Ajo jo vetëm nuk e ka vërtetuar faktin se bashorti është i sëmur, por e ka çuar vetë me dorën e saj në spital dhe i ka nxjerrë raportin, tha Shabani për këngëtaren e njohur. Kjo nuk është hera e parë që Enit Shabani është në mbrojtje të më të dobëve, teksa në rubrikën Shihemi në gjyq peshherë ka përfunduar edhe në gjyq për përmendjen e emrave të tillë, teksa ajo vazhdon me korreksi të kërkojë të drejtën në këto raste.